masa e dënimit të shkojë nga 5 vjet deri në 8 vjet burgim dhe në rrethana cilësuese nga 15 deri në 20 vjet burgim. Ky vendim i qeverisë i bërë publik më 26 mars të vitit 2014 nga ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri është fuqizuar nga gjykata kushtetuese. Nisma e qeverisë erdhi pas shtimit të rasteve të shpërthimeve me tritol në kryeqytet dhe për këtë arsye u vendos që në rastet e mbajtjes pa leje të armëve dhe eksplozivit, dënimi të shtohet nga 5 në 8 vite burgim dhe në rrethana cilësuese nga 15 në 20 vite burgim. Ky ndryshim në Kodin Penal u ankimua nga Gjykata e Apelit Vlorë dhe më 10 dhjetor të këtij viti, Gjykata kushtetuese ka shpallur vendimin që rrëzon qeverinë. Në vendimin e saj, Gjykata kushtetuese shfuqizon nenin 278 të Kodit Penal, konkretisht paragrafët 5 dhe 6 të ndryshuar dhe të shtuar në ligjin numër 98 të vitit 2014. Gjykata kushtetuese ende nuk e ka publikuar vendimin të arsyetuar, por në fund të shqyrtimit të çështjes bën të ditur se shfuqizon ashpërsimin e masave për rastet e mbajtjes pa leje të armëve dhe eksplozivëve, duke i konsideruar ato të papajtueshme me të paktën 4 nene të kushtetutës. Në këtë vendim parashikohet ndër të tjera se kufizimi të drejtave dhe lirive të njeriu duhet të jetë në përpjestim me gjendjen që ka diktuar atë. Pas këtij vendimi, çdo person që është dënuar mbi bazën e ndryshimeve që u bën Kodit Penal ka të drejtë të kërkojë rigjykim të çështjes.